PEM, shtylla të tensionit të lartë, tabela vertikale të sinjalistikës rrugore, por dhe shtylla ndriçimi mund t'i gjesh të gjitha në një vend, në vendkalimin e Këmbësorëve në Vlorë. Ky është realiteti shumë prej projekteve të realizuara vitet e fundit në qytet, aty ku trotuaret shfrytëzohen për të vendosur të gjithë elementët shtesë përbërës së një projekti. Vendkalimi i Këmbësorëve sigurisht që zaptohet prej tyre, duke mos lënë shumë hapësirë për të kaluar kalimtarët. Në Vlorë është kthyer në një traditë tepër të zakonshme, por diçka edhe të keqe njëkohësisht, realizimi i projekteve infrastrukturore në këtë mënyrë, ku në trotuar në vendkalimin e Këmbësorëve, i cili nuk është më tepër se 1 metër i gjerë, vendosen çdo komponent i elementeve përbërës të projekteve. Si për shembull, u ndodhem tashmë në zonën e ish-fushës së aviacionit, ku më parë, vitin parë, është realizuar një projekt për rehabilitimin e kësaj zone, por siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, në vendkalimin e Këmbësorëve janë vendosur nga shtyllat e tensionit të lartë tek ato të ndriçimit, shtyllat e internetit, PEM gjithashtu, por edhe tabela për sinjalistikën vertikale të zonës, duke mos lënë asnjë mundësi shtesë për kalimin e Këmbësorëve. Banorët e zonës 24 Maj e rehabilituar vitet e fundit kanë vetëm një mënyrë se si mund të ecin në trotuare, duke ecur zigzag për të shmangur pemët apo shtyllat që gjenden në vendkalimin e tyre. Shumë që nuk e bëjnë këtë zgjedhin të ecin në rrugë, aty ku sigurisht jeta e tyre rrezikohet nga automjetet që qarkullojnë me shpejtësi. Shumë mirë të tilla projekte mund të realizoheshin edhe ndryshe, ku trotuaret të cilat sot janë rreth 1 metër të gjerë mund të ndërtoheshin me gjerësi më të madhe, çka do të sillte më tepër mundësi për të vendosur elementët shtesë. Për më tepër, tabelat e sinjalistikës rrugore apo shtyllat e ndriçimit nuk duhen vendosur në mes të trotuarit, ndërsa për shtyllat e energjisë elektrike mund të gjendej një tjetër vend për t'i vendosur. Në këtë mënyrë, qytetarët do të kishin trotuarin e lirë, ku mund të kalonin pa u detyruar të ecnin në rrugë, duke rrezikuar jetën.